Katastrofa e dy fisht në Gjirokastër, a është shëmbur përfundimisht sistemi ynë arsimor? 2 muaj. 2 nxënës të njëjtit gjimnaz. 2 jetë të shuara në mënyrën më të padukshme. Tragjedia e përsëritur në Gjirokastër, ku një 17 vjeçar tjetër ka vendosur fund jetës së tij në banesën e tij, nuk është thjesht një ngjarje e rastësishme. Ky është një alarm i kuq për një sistem të thyer, për një shoqëri që hesht dhe për institucione që duket se kanë harruar se çdo jetë e humbur është një dënim për të gjithë ne. Gjimnazi, Siri Shaplo, shkollë apo dhomë akuzash? Irsa Muçollari, 17 vjeç, dhe tani një tjetër adoleshent me të njëjtën moshë Vehip Peçi, kanë zgjedhur të njëjtin rrugëfund në të njëjtin hapësirë arsimore. Pyetja që ngrihet është e pamohueshme: çfarë po ndodh brenda mureve të kësaj shkolle? A ka qenë kjo një shkollë që i ka dhënë nxënësve të saj jo vetëm dije, por edhe dhimbje? A janë mësuesit, drejtori, apo edhe struktura më e lartë e arsimit, të vetëdijshëm për atmosferën që rrethon këta të rinj? Nuk mund të justifikohet heshtja e drejtorisë së shkollës dhe e Ministrisë së Arsimit. Kur një tragjedi e tillë përsëritet brenda 2 muajsh, nuk mjaftohen thjesht hulumtime ose fjalë të zbrazta. Kërkohet llogari e hapur: a kanë ekzistuar sinjalizime për problemet psikologjike të këtyre nxënësve? A ka qenë shkolla e pajisur me mekanizma ndihme për të rastësitur krizat emocionale? A janë trajtuar rastet e paramendjesi, apo janë injoruar si të meta adoleshente? Ministria e Arsimit, heshtja që flet më fort. Heshtja e Ministrisë së Arsimit dhe e Kryeministrisë nuk është thjesht një mungesë reagimi. Është një formë kompliciteti. Në vend që të hapin hetime transparente, të mobilizojnë ekspert për të studiuar fenomenin, ose të ofrojnë ndihmë psikologjike familjeve dhe nxënësve, ata zgjedhin të fshehin krizën pas statistikave. Por këto nuk janë thjesht numra. Janë jetë njerëzish të rinj, me ëndra, me frika, me shpresa që janë shtypur nga një sistem që nuk dëgjon. Shqipëri, ku je? Në këtë tragjedi nuk fajsohet vetëm shkolla. Fajin e kanë edhe prindërit që ndoshta nuk pan shenjat, shoqëria që normalizon stresin dhe depresionin tek të rinjt, dhe çdo njeri që mendon se fëmijët e tjerë nuk janë puna e tyre. Por kur një ngjarje e tillë përsëritet, të gjithë duhet të ndalojmë dhe të pyesim: a kemi dështuar si prindër, si vëllezër, si motra, si shoqëri? Kërkojmë përgjegjësi, jo fjalë. Nuk mjaftohen lajme ose mesazhe kondolence në Facebook. Kjo është një krizë kombëtare. Kërkohet hulumtim i pavarur për kulturën dhe kushtet në gjimnazin Siri Shaplo. Sanksione për drejtorin dhe stafin nëse vërtetohet neglizhencë. Programe emergjente për ndihmën psikologjike në të gjitha shkollat e vendit. Reforma urgjente në sistemin arsimor, ku sëmundjet mendore trajtohen me seriozitet. Shqipëria nuk mund të heshtë kur fëmijët e saj vdesin. Nëse heshtim sot, nesër do të përsërisim të njëjtën tragjedi. Çdo jetë e humbur është një dënim për një shoqëri që nuk e ka vlerësuar dashurinë dhe kujdesin më elementar. Kjo nuk është vetëm tragjedi e Gjirokastrës. Është tragjedia e të gjithëve që zgjedhin të heshtin.